Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në takimin tonë këtu në valët e Radio Travel dhe në Premium Channel në YouTube. Do të shkojmë sot në një lidhje të drejt për drejt në Pekin me gazetarin Edison Myrteza që jeton dhe punon atje për afro 20 vjetë dhe 20 i mbush i rrumbullakos këtë 2026. Kemi vendosur të shkojmë atje sepse në fakt në Kinë inteligjenca artificiale është le të themi kryefjalë, por së fundmi duket se kompanitë janë duke investuar miliarda në inteligjencën artificiale dhe shumë profesione po transformohen me shpejtësi. Kina ka dhënë një mesazh të fortë, teknologjia nuk mund të zëvendësojë njeriun pa kufi dhe pa rregulla. Dy vendime të fundit të gjykatave kineze kanë hapur debat global pasi kanë vendosur se kompanitë nuk mund të pushojnë punonjësit vetëm për t'i zëvendësuar me inteligjencë artificiale. Në të njëjtën kohë edhe figura të rëndësishme të industrisë teknologjike kanë nisur të pranojnë se inteligjenca artificiale jo gjithmonë po rezulton më efikase apo më ekonomike se sa vetë njerëzit, por çfarë po ndodh realisht atje dhe apo ndërtohet aty një model i ri marrëdhënieje mes teknologjisë dhe punës njerëzore dhe a është ky një paralajmërim për të ardhmen globale të tregut të punës? Disa përgjigje do të mundohemi t'i marrim pikërisht nga gazetari Edison Myrteza. Edison, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita këtu. Faleminderit që gjete kohë një herë të jesh me ne në këtë lidhje të drejt për drejt. Atje është ora 16:33 minuta dhe do të mundohemi që të marrim disa përgjigje për këtë temë që sapo përmenda për së vërtetë. Sa mendoni se inteligjenca artificiale po krijon më shumë frikë apo më shumë mundësi sot atje dhe në bazë edhe të këtij vendimi të fundit që kanë marrë gjykatat në Kinë? Përshëndetje Ada, pikërisht që është një problem i madh. Po në fakt këtu në Kinë, ndryshe nga Europa apo vendet e tjera ku inteligjenca artificiale duket se i ka friksuar njerëzit dhe duke menduar se pikërisht robotët apo inteligjenca artificiale do na nxjerrë vendet e punës, pra si do përfundojmë apo si do arrim të mbijetojmë nëse robotët apo inteligjenca artificiale do të na i bëjë gjitha punët, pra ku do punojmë, ku do mbijetojmë. Duket se Kina nuk ka një frikë të tillë, pavarësisht se inteligjenca artificiale ka filluar të hyjë shumë jo vetëm në puna, në fabrika, por edhe në shkolla. Dhe kjo për shkak ndoshta edhe për shkak të numrit shumë të madh të popullsisë që ka Kina, sigurisht që sado të mbijetojë, sado të mundet nuk mund ta zvendësojë dot. Siç e thash që ndryshe nga bota perëndimore apo edhe nga Europa dhe pjesa tjetër e botës, Kina nuk i friksohet një vendim i tillë, ku pavarësisht zhvillimit shumë të madh dhe Kina duket se është në qendër apo vendi më i zhvilluar për sa i përket inteligjencës artificiale, duket se siç e thash, njerëzit nuk janë shumë të friksuar sepse jo vetëm gjykatat kineze, por edhe gjithë të tjerët mendojnë se inteligjenca artificiale sado të arrijë të zhvillojë dhe të mundojë të punojë apo të zëvë vendet e punës, sërish nuk është aq i aftë sa truri i një personi, sepse është sigurisht njeriu që e ka vënë në punë inteligjencën artificiale, pra njeriu është faza më e lartë e çdo niveli. Sado inteligjenca artificiale të jetë shumë e zhvilluar, sërish nuk mund të zvendësojë dot njeriu. Po, por pse Kina vendosi të mbrojë punonjësit nga zëvendësimi drejt për drejt me AI, se kemi parë që shumë profesione janë duke u zëvendësuar deri diku në një përqindje të konsiderueshme nga robotët, le të themi, por kjo çështje është më shumë ekonomike, sociale apo politike? Nuk diskutohet ndoshta politike jo, por është më tepër siç e thash që Kina ka një popullsi shumë të madhe dhe sigurisht që njerëzit duhen vendosur në punë, njerëzit duhet të punojnë për të jetuar. Dhe ndoshta inteligjenca artificiale është më tepër në krah ose një si tip asistente, ndihme ndaj njerëzve më tepër se sa për të zvendësuar ata. Ka shumë kompani që e kanë vënë inteligjencën artificiale, sidomos kompanitë e prodhimit të makinave, ku fillojnë prodhojnë celular, makina të tjera, ndërkohë që njerëzit mund të bëjnë një punë tjetër. Dhe është menduar që inteligjenca artificiale më tepër duhet të jetë në ndihmë apo pikërisht për të gjetur një mënyrë tjetër pune për njerëzit se sa ti zvendësoj ata. Pra njeriu është pika e parë dhe inteligjenca pika e dytë. Pra duhet të jetë pikërisht në ndihmë të njerëzve dhe jo pikërisht në heqjen e tyre. Kina ka popullsi shumë të madh dhe njerëzit thash duhet të vendosen për të punuar, për të jetuar dhe pavarësisht se siç thash një pjesë e tyre kanë filluar të zvendësojnë për shembull prodhimin e celularëve, ku më pas nëse përdorishin njerëzit pikërisht për të filluar gjitha fazat nga prodhimi i celularëve, montimi dhe deri pikërisht në daljen e tyre në treg. Inteligjenca artificiale ose robotët kanë filluar të zvendësojnë prodhimin e tyre, ndërkohë që këta njerëz nuk janë hequr nga puna, pra nuk janë hedhur në rrugë. Ata kanë filluar të bëjnë një punë tjetër alternative dhe sipas gjykatave, pikërisht
vendimi për të hequr nga puna është shumë i padrejtë. Kjo sepse duhen trajnuar këta njerëz në mënyrë që nëse një robot zvendëson punën e tyre, çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Duhet gjejmë një punë artificiale, duhet të bëjmë një punë tjetër ndihmëse, ose nuk duhen pushuar pikërisht nga puna pikërisht për këtë shkak. Të gjithëve ju duhet dhënë një mundësi e dytë, pra duhet gjetur një alternativë. Në fakt ato duhet them se për shembull si puna e koronavirusit apo Covidit, ku nëse mendoj se gjithçka përfundoi, ne mësuam të filluam të jetojmë një punë tjetër, pra të punojmë në mënyrë nga ajo që nuk e mendonim më parë. Pra punonim nga shtëpia, jetonim gjithçka. Domethënë, mësuam të punojmë dhe të jetojmë në mënyrë që nuk e mendonim kur më parë. Inteligjenca artificiale po na mëson pikërisht një tjetër, pra është një fazë tjetër e jetës. Po, e vërtet edhe madje gjatë koronavirusit kemi bërë lidhje të drejtë për drejta bashkë me Kinën edhe për situatën atje. Por kjo qasje ndaj teknologjisë, ndaj inteligjencës artificiale, kjo qasje që po ndjek Kina është e ndryshme nga ajo që po ndjek Perëndimi dhe Europa për së vërtetë, sepse po shohim kompani që janë duke reduktuar stafet për shkak të AI, apo tenton Kina që të vendos kufi etik për teknologjinë me anë të kësaj iniciative të fundit, le të themi? Në fakt, qeveria kineze ka ngritur pikërisht një drejtori të posaçme pikërisht për kontrollin e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Pra ka theksuar se inteligjenca artificiale, duke menduar se Kina, SBA apo vendet shumë të zhvilluara në teknologji si Kore dhe Japonia janë pikërisht shumë konkurrente me njëri tjetrin. Pra cila do të ketë inteligjencën artificiale më të mirë. Në fakt, Kina duket se është në prioritet, është vendi i parë për sa i përket prodhimit të robotëve, inteligjencë e tjerë. Që ne thashë që Kina ka ngritur një drejtori të posaçme pikërisht për inteligjencën artificiale, ku specialistë që janë teknolog apo shkencëtarë të tjerë kontrollojnë çdo hap dhe ka menduar që sigurisht që do vendoset një kufi etik, pra të mos kalohet limiti i mundshëm. Nëse duan që kompanitë përdorin inteligjencën artificiale, sigurisht duhet të aplikojnë për një licencë speciale për të patur këtë inteligjencë për sa i përket prodhimit të produktit të tyre. Nëse prodhojnë pikërisht celular, duhet të ketë një limit për prodhimin e këtyre për përdorimin e kësaj inteligjence për prodhimin e celularëve. Nëse përdorin makina, duhet sërish një certifikat për këta punonjës, pikërisht për të vendosur limitin e tyre. Pra çdo gjë duhet të ketë një limit dhe jo një kalim të numrit. Kina ka përmësi shumë të madhe, sigurisht që duhen që këta njerëz të punojnë. Pra çdo gjë ka një limit, vendosen rregulla. Të gjitha kompanitë që përdorin inteligjencën artificiale duhet të kenë një licencë speciale për ta përdorur atë. Nëse nuk arrin ta përfitojnë, nuk më të përdorin. Dhe sigurisht që do ketë gjoba nëse do të arrin të shkenin rregulla atë për të përdorin në mënyrë të palishme. Dhe sigurisht që Kina ka rregulla shumë të forta për sa i përket kontrollit dhe jo çdo kompani mund ta bëjë. Okej, por kohët e fundit Edison janë shtuar deklarata se AI po ju kushton kompanive më shumë se sa pritej. Çfarë po ndodh realisht, sepse në shumë vende janë duke parë që po i zvendësojmë njerëzit me këto shpikjet e fundit të inteligjencës artificiale, por kjo është duke ju kushtuar më shumë, ka më shumë kosto AI se sa fuqia njerëzore. Çfarë po ndodh realisht? Nuk e di përse përket vendeve të tjera, por në Kinë duket se nuk është ky problem. Ndoshta sepse qeveria kineze investon shumë për të patur një inteligjencë artificiale, për të patur një konkurrueshmëri shumë të madhe globale me SBA-n apo Japoninë, cilat janë vende me teknologji më të madhe. Dhe sigurisht që kjo ndihmë nga qeveria dhe kjo konkurrueshmëri për të qenë të parë, duket se nuk e ka si një problem të tillë. Mendoj se gjithçka, siç e thash, ka një limit dhe ka një konkurrueshmëri për sa i përket vendosmërisë apo edhe përdorimit të inteligjencës artificiale. Shumë kompani janë të friksuara dhe një kosto. Kina ka hapur shumë kompani, paktën deri tani janë 38 kompani, të cilat prodhojnë inteligjencë artificiale, por edhe robot. Dhe të gjitha këto janë në shërbim të gjithë njerëzve, pra është në shërbim të njerëzit dhe jo për të marrë vendin, punën apo për ta jetësuar këtë njerëz, për ta kthyer këtë njerëz në robot. Dhe gjithçka nuk është ndonjë problem shumë i madh. Në vendet e tjera nuk e di nëse investohet shumë apo nëse ka humbur, por Kina paktën ka investuar jashtëzakonisht shumë që të ketë një inteligjencë artificiale e cila është e pakonkurrueshme, por edhe në dobi të njerëzve, pa hequr pikërisht ato që tham njerëzit nga puna, sigurisht që kanë ndërhyrë në një pjesë të procesit të punës, duke larguar disa persona, por këta persona nuk janë larguar nga puna, por thjesht kanë zvendësuar për të kryer një tjetër proces, duke bërë një punë ndoshta më të lehtë ose duke qenë pikërisht në krah të këtyre robotëve apo të inteligjencës. Pra janë të gjitha në të njëjtën kohë bashkë.
Okej. Ti jeton atje, punon edhe pa diskutim që hasesh me kolegë, me njerëz për ditë. A ke vënë re që mund të ketë shqetësim në mënyrën se si e shikojnë ata të ardhmen e tyre profesionale, se si ndikon AI në profesionin e gjithkujt, le të themi. A shihet ndonjë shqetësim apo jo? Të paktën deri tani nga çka kam parë, nuk është se është një problem i madh. Ka, nuk mund ta theksoj që nuk është se njerëzit nuk kanë frikë. Për shembull, nëse do të shkosh pikërisht në një, madje un kam parë para pak kohësh, para një muaji nëse nuk gabojm, në një qendër tregtare, ku robotët përgatisin ushqime, pra pikërisht ato pitat e famshme me perime të tjera, ose roboti bënte kafen. Pikërisht roboti bënte kafe dhe nuk ishte një punonjës kafe, një kamarier apo dikush që të bënte kafe. Një barist ose bariste. Po, një barist robot, atje dhe mjafton që shtypje një sus për t'i dhënë drejtimin se çfarë lloj kafe do bëj, dhe roboti e mbaronte në sekond për disa momente, apo edhe një produkt ushqimor, mjafton që të shtypje susën për të bërë të ditur se cilin produkt shë, dhe ai për disa momente ta jepte në dispozicion. Por kjo nuk do të thotë se pikërisht për këtë robot që punon atje një vend pune është hequr. Është bërë për të krijuar. Njerëzit mund ta blejnë atë robot. Pra ishin gjithçka në shitje. Nëse njerëzit në shtëpi nuk duan nga puna e përditshme e lodhur me familjet, fëmijët dhe nuk duan të kenë pak qetësi në shtëpi për të parë televizor apo të shjuar jetën familjare, dhe dikush tjetër ta bëjë atë gjë që më përpara e bënin, kanë menduar që të reduktojnë pak ato punët e përditshme në shtëpi apo në kompani, dhe dikush tjetër për shembull të mos shkojë dikush të lodhet, të shkojë në katin e parë apo t'i ofrojë një kafe, thjesht roboti mund t'i ofrojë. Madje unë mund të them se edhe në për hotele, tashmë nëse porosit diçka një deliver ushqim jashtë online, nuk ta sjell askush deri tek dera e hotelit apo e apartamentit, roboti nga kati parë pikërisht me të gjitha drejtimet në ashensor dhe madje të troket tek dera dhe të ofron ushqimin e tij pa u lodhur pikërisht fare askush për ta sjellë, për të zbritur ashensorin, shkallët e tjera. Pra është një ndikim shumë i mirë që është një ndihmë dhe nuk është një rrezik. Mbase për momentin ky është perceptimi i momentit. Nuk e di se do të ndodhë më vonë, sepse duke u zhvilluar inteligjenca madje edhe mund të ketë më tepër rrezikshmëri, por për momentin këtu të paktën aty është një ndihmë më tepër se sa një frikë. Ti përmende hotelet dhe nga këtu na lind pyetja se deri ku ka depërtuar AI në industrinë e turizmit në Kinë, për shembull në hoteleri turizëm, në restorante, në si Ciceron, në muze, deri ku ka arritur inteligjenca artificiale? Inteligjenca artificiale kam thash që të paktën edhe në pjesën turistike, për shembull ka shumë persona të cilët mjaftojnë të marrin një drejtim nga roboti. Për shembull një robot mund t'i tregojë që nëse shkon në aeroport, nuk pyet më për një punonjës, një stewardess apo se ku të shkoj, ku bileta ime, tek cili vend do bëj check-in e tjera. Mjafton që të shtypësh një sus tek roboti dhe më pas të drejton ose të çon, si them të merr për dorë dhe të çon deri tek destinacioni ku do të hipësh avionin. Dhe në pjesë pra ka ndryshuar shumë, madje ka ndryshuar shumë edhe pikërisht edhe në sistemin shëndetësor, teksa hyn për shembull në sëmundje të rënda si kancerogjene apo edhe virozat shumë gjithsej siç ishte Covid e tjerë. Duke se industria kineze e teknologjisë ka ndryshuar kjo për të përmirësuar sistemin shëndetësor, për ta bërë atë më the që në mënyrë që jo vetëm mjekët apo edhe drejtuesit shëndetësor të mos infektohen duke përdorur robot për operacione, për ndihmë mjekësore, për shiringa dhe gjithçka tjetër. Dhe kanë menduar se kjo është gjë shumë e mirë, duke qenë se pavarësisht se ndikon shumë në ekonominë e vendit, është një ndihmë shumë e mirë edhe për turizmin, edhe për shëndetësinë, duke ofruar në mënyrë ciceronike. Për shembull ka edhe shumë robotë të cilët shkojnë në zona të ndryshme të Pekinit, të cilët bëjnë edhe rolin e ciceronit. Sigurisht që tregojnë muzeume të ndryshme, qendra tregtare, çfarë mund të blesh këtu, ku mund të shkosh për të ngrënë diçka. Pra turistët nuk kanë shumë të nevojshme të kenë një ciceronie. Sigurisht që ka person që qëndron pranë tyre, por është një tip roboti i cili i u drejton aty dhe në momentin që ciceroni mund të shtojë diçka, sigurisht që e bën atë punë. Edhe nëpërmjet industrisë së arsimit, ka shumë robotë të cilët fillojnë japin mësim apo ju mësojnë gjuhë të huaja personave nëpër shkolla të ndryshme. Dhe me që më dole tek shkollat, se nga pyetja lind pyetja, në shtator të këtij viti do të nisi lëndë më vete dhe e detyruar në të gjitha shkollat në Kinë inteligjenca artificiale apo jo. Çfarë di më tepër për këtë? Me sa di unë të paktën kjo lëndë ka hyrë, ndoshta ka hyrë pak si në mënyrë provizore apo në mënyrë ambulatore për të parë se si mund të zhvillohet. Për të testuar. Në fakt ka deklaruar se
Po, për të testuar. Qeveria keneze ka dhënë vendimin zyrtar se do të mund të fillojë në muajin shtator, por jo të gjitha shkollat do të mund ta fiksojnë një gjë të tillë. Kjo do të jetë në shkolla të cilat kanë një teknologji shumë të zhvilluar, që kanë një orë mësimi me teknologji, për shembull Universiteti i Pekinit apo Universiteti i Tsinghua, që janë nga më të mirët, pothuajse jo vetëm në Kinë, por edhe në 10 më të mirët në botë, dhe që kanë një teknologji apo një staf profesionist shumë të mirë për sa i përket teknologjisë. Për studentët, por kjo do të jetë për një tagër studentësh dhe jo të gjithë. Nuk do të futen në shkollat fillore apo në shkolla private apo në shkollat e ciklit të ulët. Do të jetë vetëm për shkollat teknologjike apo persona që janë të interesuar për të mësuar teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Sigurisht që si thash, vetëm për një tagër të saktuar dhe jo për gjithë ata, sepse fëmijët sa do të mësojnë mund të kenë një ide të thjeshtë për teknologjinë e tyre, për shembull për nëse do të luajnë me lojra, kompjuter apo nëse do të zhvillojnë me tiketron apo me laptop, me tablet, një gjë të tillë, por gjëra shumë të thjeshta. Por në mënyrë që të hyjnë me detaje procesi se si krijohet inteligjenca artificiale, robotë të tjerë, është një target i caktuar personash apo edhe pedagogësh të cilët do të japin mësim. Kjo nuk do të jetë 100% për gjithë sistemin shëndetësor, do të jetë në mënyrë provizore për shumë studentë, edhe pedagogë, por edhe universitete të caktuara, të cilat jo çdo kush mund të arrijë, sepse duhet bëhet një testim dhe një nivel shumë i madh për të arritur deri në atë nivel, sepse jo çdo kush mund të arrijë deri në mësimin e inteligjencës artificiale në shkolla. Okej. Tani, për shembull në të gjithë botën momentalisht flitet ose flasim më mirë për kontinentin europian, flitet që është shumë e vështirë që prindrit në ditët e sotme t'i orientojnë fëmijët se çfarë të studiojnë nesër, për shkak të këtyre zhvillimeve shumë të mëdha që ka marrë teknologjia dhe inteligjenca artificiale dhe frikës që një profesion mund të zëvendësohet plotësisht nga inteligjenca artificiale. A ekziston kjo frikë tek të rinjt në Kinë në ditët e sotme se çfarë të zgjedhin për të bërë nesër? Ky në fakt nuk është një problem i tanishëm. Ka shumë vite që ka qenë ky problem se çfarë duhet të studioj në mënyrë që të kenë një punë të sigurt dhe një të ardhme financiare. Mos studioj për diçka që e bëra shkollën 4 vjet, harxova, investova dhe në fund fare të vijë një robot ta bëj punën time ose që nuk ja vlen, pra të mik mundi kot. Është e vërtetë që gjithë mendojnë një gjë të tillë, por nuk mund të rrihet pa një universitet apo pa një të ardhme. Pra, edhe nëse ka frikë nga një zhvillim i inteligjencës, siç e thash, nuk mund të rrihet pa zhvillimin e inteligjencës dhe pa një universitet. Nuk mund të them se nuk ka frikë. Por të gjithë njerëzit duke qenë se Kina është shumë e madhe, ka shumë mundësi financiare, ka shumë mundësi pikërisht edhe për të studiuar apo edhe për dalë jashtë, gjithkush e gjen një mundësi. Nuk është se do të studioj pikërisht, por sigurisht që shkencat humane, sociologjia, psikologjia, por edhe teknologjia janë ato të cilat synohet më tepër. Pra teknologjia, duke qenë se Kina i ka dhënë një mundësi mënyrat e ardhjes së të huajve apo e zhvillimit të teknologjisë, duket se i ka dhënë një mundësi shumë të mirë të rinjve që të ketë pikërisht trajnime, seminare, për të patur një ide se ku mund pikërisht të fokusohesh për të ardhmen tënde të një universiteti, pra gjithçka është e kanalizuar. Nëse studion për këtë, ke këtë të ardhme, nëse studion për këtë ke këtë të ardhme, sigurisht që inteligjenca artificiale do ndikojë, por gjithsecili e ka shumë të qartë atë se çfarë do të bëjë pikërisht, sepse qeveria kineze bën shumë testime, pikërisht bën edhe shumë promovime për shkolla, për universitetet, duke theksuar se teknologjia inteligjenca artificiale do të ketë ndikim pikërisht në këtë dhe do të ketë mundësi për një punësim që të keqë të ardhme. Pra, gjithçka është e përmbledhur dhe ka një mundësi, pra është menduar pikërisht edhe për këtë pikë. Ajo çfarë po kuptoj nga gjithë rrëfimi që patëm në këtë intervistë është që Kina veçanërisht e shikon inteligjencën artificiale më shumë si një ndihmë se sa si një kërcënim për njerëzit, duke mos shtuar frikën për një zëvendësim të plotë të vendeve të punës nga AI, por nga ana tjetër do të doja të dija një profesion në Kinë që është zëvendësuar në masën më të madhe nga inteligjenca artificiale dhe që mund të ma thuash ti tani. Me thënë të drejtën, nuk dua të paraqyjoj ose të mendoj gabimisht, sepse nuk e kam menduar fillimisht ose nuk e kam kërkuar të di se atë. Përsa përket më tepër atyre është pikërisht në fushën e turizmit, siç meqense jemi edhe tek turizmi, në fushën e turizmit pikërisht tek muzeumet apo në hyrje të hoteleve apo në shërbimin hotelerik apo edhe në shërbimin e delivery që shkojnë për shembull pako të ndryshme çojnë me robot tashmë dhe nuk shkon dikush për t'i çuar me makinë në mes të vapës apo në të ftohtit, ja pikërisht makinerit apo inteligjenca artificiale e cila ju dërgon pakot apo pako turistik apo ofertë turistike. Për shembull, unë kam parë një qendër tregtare në një
cep, është ndërtuar një cep atje dhe pikërisht ishte roboti ai që u shpjegonte atyre oferta turistike. Se çfarë dëshironi të bëni, ku do të shkoni, sa kushton, çfarë bëni, për shembull çfarë mund të gjeni atje. Pra ishte një robot i cili i vinte ndim përbëri, ishte pikërisht edhe një punonjës apo asistent i cili në rastin se një robot nuk punonte për arsye të energjisë elektrike apo për të çfarë do lloj defekti që mund të ketë, sepse çdo robot mund të ketë një defekt, mund të mbarohet bateria, pajisja mund të prishet, sërish është njeriu ai që sigurisht që e mbi ngarkon sërish atë, por më tepër tek pikërisht tek hoteleri turizmi, tek ndikimi i tyre pikërisht edhe tek turizmi. Për sa i përket shkollave nuk është hapur për momentin, por nuk e di se do të shkojnë. Është pikërisht turizmi më tepër edhe drejtimi i tyre ndaj turistëve, sepse kena shumë e hapur, shumë në vim pa viza dhe sigurisht që është shumë interesuar për të treguar edhe të huajve se shikoj teknologjia kineze që është aq shumë frikë për perëndimin. Ktu është kaq e nevojshme, kaq e mirë dhe sigurisht kaq e dashur dhe që mund të kenë për shembull njerëzit mund të kenë për shembull një të dashur robot dhe që është totalisht gati 100% njeri. Dhe që sigurisht në vendet perëndimore kjo nuk mund të mendohet, por që në Kinë është një gjë reale. Edison, a janë shtuar problemet e shëndetit mendor tek të rinj për shkak të komunikimit të tepërt me chatbotet e inteligjencës artificiale, sepse në perëndim është një prej, le të themi, temave kryesore, sidomos muajt e fundit? Në fakt, probleme mendore nuk është se Kina ne ka sjellë pikërisht inteligjencë artificiale, kanë qenë Covidi apo vaksina e tjera që kanë bërë që njerëzit të kenë probleme. Nuk merr me këto gjëra të vogla Kina. Sigurisht që fëmijët të cilët kanë lindur mbas Covidit kanë më tepër probleme për shkak të virusit, infektimeve, vaksinave të tjera. Këto janë gjëra që nuk është se, për shembull, përdorimi i GPT-s apo më tepër është për të huaj, kurse Kina ka një rrjet të vetin të përdorimit të GPT-s, pra GPT-a kineze ajo që përdoret, më tepër për shkollat, por në shkollat në kineze përdorimi i GPT-s është i ndaluar, pra secili duhet detyrohet të përdor pikërisht shkrimin e dorës, hieroglifet e famshme kinezisht të vështira. Pra çdo gjë do të bëhet në mënyrë autodidakte nga vetë nxënësit. Nëse ata marrin një informacion në lidhje me një fakt historik, një detyrë shtëpie, kjo është një detyrë, por detyra e shtëpisë dhe gjithçka duhet të kryhet në mënyrë autodidakte nga dora, me dorë. Pra çdo gjë duhet të përdoret në mënyrë me dorë. Inteligjenca është pikërisht një ndihmë dhe absolutisht as një frikë. Gjë që mua më vjen shumë çudi në botën perëndimore pse është kaq shumë e friksueshme, nuk është se edhe unë personalisht nuk është se nuk e kam frikë, sepse ka edhe shumë gazetarë apo media të cilët po i zvendçojnë nga inteligjenca artificiale, por njeriu është njeriu, sado të bëjë inteligjenca, sërish nuk mund të marrë dot njeriu në dorë. Po, e vërtet. Edison, a është kjo koha e duhur për të vizituar Pekinin? Si janë temperaturat momentalisht atje? A ka shumë vizitor? Cilat janë pikat më të preferuara, le të themi, për ta mbyllur se jemi në minutat e fundit? Sigurisht në fakt Kina që përgati një vit apo 2 vitesh ka hequr vizat pothuajse me pjesën më të madhe të vendeve të Europës. Pra gjithë secili të paktën në Shqipërinë mund të vinë 3 muaj pa vizë, ndërkohë që vendet e tjera mund të vinë gati 1 muaj pa vizë dhe mund të vizitojnë në çdo moment Pekinin. Pekini është ky qytet shumë i madh, pranvera ka hyrë tashmë, temperatura sot në Pekin po shënojnë gati 30 gradë. Dhe është një temperaturë shumë e ulët, njerëzit kanë filluar të viçen me të shkurtra, pra është një temperaturë shumë e ngrohtë. Atraksionet turistike janë pikërisht në kulmin e tyre, muri seksionet e tij, Tempulli i Qiellit, pikërisht qyteti ndaluar, apo sheshi Tiananmen, apo edhe shumë vende të tjera janë pikërisht të mbushura. Kjo për shkak edhe të ardhjes së shumë turistëve, të cilët vinë tashmë pa viza, pa pronotime të ndryshme, mund të vinë çdo kohë. Dhe sigurisht që Pekini ja vlen të vizitojë në çdo moment. Është një qytet që ngelesh jashtëzakonisht i mbushur dhe është i pakrahasueshëm, një memorie e jashtëzakonshme. A ke miq kinez që e kanë vizituar Shqipërinë, Edison? Po, kam miq kinezë që kanë vizituar Shqipërinë, një pjesë e tyre vazhdojnë të jetojnë në Tiranë sepse kanë jetuar në Tiranë, por kam edhe persona të cilët shkojnë me ture të ndryshme, të cilat shkojnë nëpërmjet Ballkanit dhe që shkojnë për disa ditë në Shqipëri, pra prekin vendet Greqi, Itali, Turqi dhe të tjera dhe shkojnë edhe në Shqipëri dhe për më tepër që Shqipëria është një vend i vogël dhe mund ta vizitosh për një kohë shumë të gjatë pothuajse të gjithë vendin.
sigurisht kultura e lashtë shqiptare, ushqimet, Po, koha e mirë. patjetër. Kinezët kanë ngellur shumë për më tepër moshat e prindërve tanë, të cilët kanë një nostalgji shumë të mirë për Shqipërinë e viteve 70 dhe din shumë për sa i përket tyre, filmat e famshëm. Shqipëria ngjelet një destinacion shumë i mirë. Ata preferojnë Shqipërinë më tepër për ushqimet e mira, pikërisht për kulturën, dhe që është një vend që e viziton shumë shpejt. Nuk është i lodhshëm të lëvizësh për shumë orë me autobus nga një cep tek tjetri, pra nëse sot për një orë mund të jesh në Durrës, e viziton Durrësin brenda ditës, dhe për gjysmë ore apo një orë në Tiranë, pra brenda ditës mund të vizitosh shumë mirë 2 apo 3 qytete dhe nuk ke një lodhje. Është jo pafund. Dhe kinezët kanë ngelur të kënaqur me këtë gjë. Kam parë disa ture kineze të cilat shkojnë në Shqipëri duke mbledhur Ballkanin dhe shkojnë në Shqipëri dhe kanë ngelur shumë të kënaqur. Okej. Ti kur do kthehesh në Shqipëri, e di son për pushime apo? Të paktën mbase mund të vinë në verë, por për momentin nuk e kam saktuar. Do shkoj në disa vende perëndimore dhe më pas mund të kthehem në Shqipëri. Kështu që do jem aty pa problem fare. Okej, fantastike. Unë të përshëndes shumë dhe të falenderoj që gjete kohën t'jesh me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe siç e the, ka shumë turistë momentalisht në Pekin, por me ndihmën e AI gjërat janë më të strukturuara apo jo në Pekin. Faleminderit, ditë të bukur edhe punë të mbar. Faleminderit, mirupafshim, punë të bardhë. Gjithë të mirat. Okej, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Edisonin nga Pekini, ku folëm pikërisht për vendimin e fundit që kanë marrë gjykatat atje për të dënuar në një farë mënyrë kompanitë që pushojnë njerëzit nga puna për t'i zëvendësuar ato me AI, duke dalë në mbrojtje fuqisë njerëzore, le të themi. Dhe pa diskutim që Kina e shikon si një ndihmë më shumë se sa rrezik AI në ditët e sotme, kur në të gjithë botën është duke u folur për zëvendësim të plot të shumë profesioneve, ku pa diskutim është duke u futur në një mas të madhe inteligjenca artificiale. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi pas pak sërish në studio.